ku personat janë pak a shumë të strukturuar, e kanë një lloj paterni apo një lloj klisheje apo një lloj ngurtësie, pra thjesht janë me një qasje, me një koncept mjaft të ngurtë. Pra nuk kanë atëfar kuptueshmërinë, nuk kanë atëfar fleksibilitetin, personalitetet të cilët kanë dëshirë vetëm gjithmonë me e marrë për veten e tyre, janë të etshëm apo të uritur për gjërat, për njohuritë në thanë janë më të mirët. Dhe nuk dojnë për mu krahasu me të tjerët, sepse vetë e kanë vetveten e tyre në qendër. A e kemi pyet veten ndonjëherë pse me disa njerëz, momentin e parë që takohemi ndjehemi mirë, rahat, kemi dëshirë me bisedu dhe me diskutu me ta. Por kemi raste kur kemi njerëz me cilët kemi dëshirë me ndërtu shoqëri, por prapë se prapë ka diçka brenda nesh që nuk e nxit dhe nuk e stimulon vazhdimin e atij diskutimi apo asaj shoqërie. Ne jemi shumë ndryshëm, por a kemi menduar ndonjëherë se çka ka ndikuar që ne të jemi ata që jemi sot për të diskutuar për strukturat e karaktereve njerëzore? Kemi të ftuar sot psikologun me përvojë shumë të madhe në fushën profesionale, profesoren Verceskon. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që ju keni përgjigj pavarësisht angazhimeve të mëdha që ne e dim që i keni. Faleminderit shumë. Profesor, ne e dim, domethënë bagazhin e juaj profesional të madh. Jo vetëm duke fillu prej pjesës me pacient në përditshmëri, por njëkohësisht edhe si trajner joni. Po du me ditë, çka na bën neve të ndërtohemi si njerëz, si karaktere, për shkak se na ka njerë kemi edhe konflikte, po kemi edhe mirëkuptime, që ato që unë i thashe energjia, por realisht nuk e dim pse dikon jemi tu e dasht, pa një arsye të caktuar ose pse dikon nuk kemi tu e ndje, pa një arsye të caktuar. Çka na bën neve mu ndërtu si karaktere? A dini si nëse shikojmë nga aspekti psikologjik, por edhe nga aspekti i zhvillimit neurozhvillimor, personi pa fëmijët i cili lind formon personalitetin e vet, e që ky personalitet zakonisht mbështetet prej dy faktorëve. Një është faktori i temperamentit që më të madhe ka të bëjë me trashëgimin prej gjeneve tona, kurse elementi i dytë është karakteri i cili formohet në ndikimin e faktorëve të jashtëm, pra në veçanti të faktorëve të shoqëror dhe pikë së pari që nga lindja prej fillimit të kujdesit dhe edukimit të familjes. Pra prindërit janë ata të cilët që në fillim pas lindjes fillojnë të ndërtojnë karakterin e fëmijët të tyre. Pastaj është faktori i jashtëm i cili ndikon po ashtu në formimin e karakterit dhe është faktor tjetër që ne nëpërmes njohurive tona, pra nëpërmes diturisë tonë, po ashtu ne e formojmë karakterin tonë. Por bazamenti i asaj që është pra themelet të cilët i vendosen janë temperamenti, pra që nga trashëgimia, që nga gjenet tona, pra në DNA-n tonë, si quhet në shkencë, dhe pastaj kemi edhe karakterin faktorët të jashtëm. Pse ndonjëherë ne kemi karaktere të ndryshme dhe pikërisht a janë për shkak të këtyre karaktereve të ndryshëm njerëzit kanë edhe mosmarrëveshje. Unë s'po du me qujtë që në fillim
konflikte, por hajde të themi që kanë mosmarrëveshje, janë jo vetëm për shkak të karakterit, por janë edhe për shkak të koncepteve, pra këndvështrimeve të tyre të cilët kanë për një çështje, sepse njerëzit shpeshherë mundohen me pa një situatë ndryshe nga një person tjetër, sepse perceptimi për një situatë mund të jetë ndryshe prej bashortit dhe prej bashortës. Po ashtu edhe në familje, edhe fëmijët fillojnë të kenë edhe perceptime të ndryshme nga antarët e familjes, gjithsesi nga prindrit. Shpeshherë kemi për shembull nana e merr fëmijën e vet, 2-3 vjeçar, dhe don me ushqy dhe fëmia nëse është duke lozur me lodrat e veta, nuk don me hangër ushqimin. Pra kjo nuk ka të bëjë me karakterin e vet, por ka të bëjë me perceptimin që fëmia është i fokusuar tek lodrat, okay? Dhe fillon të çan fëmia dhe refuzon, ban rezistencë që nuk don me pranu ushqimin e vet. Prandaj, tash nëse shikojmë nga jashtë, kjo nuk duket që fëmia ka me pas një karakter tjetër, mund të ketë, por kjo nuk do thotë që ka me pas një karakter tjetër, sepse prindri, pra nana ose baba, kanë një karakter të cilën e kanë formu, por tash me qëndrimin që e kanë ndaj fëmijët, pra përsjedhjen e fëmijët, fillojnë të rindërtojnë apo të imponojnë një sjellje të cilën fëmia duhet patjetër të pranon, sepse ka të bëjë me ushqimin. Dhe në këtë mënyrë ndal ngadalë me zhvillimin e fëmijët, atëherë fëmia ka me kuptuar që çka do të thotë për shembull me qenë i rregullt. Pra me qenë në kohë, fillon të percepton aftësinë e kohës, aftësinë e rregullsisë dhe të ndëgjshmërisë. Prandaj, këtë janë këto të cilët janë elementet që i formojnë një karakter të personalitetit të njeriut. Po, profesor, tash do me thonë e kuptum çka po ndikon edhe çka po na dërgon te ky formimi jonë. Është pjesa gjenetike edhe është pjesa tjetër ndikimi faktorëve të jashtëm pas lindjes. A mundesh me na emërtu një farë formë ose me na përshkru llojet e karaktereve? Po, shikoni, nëse e marrim në aspektin psikologjik, për karakteret apo tiparet e karaktereve të personalitetit, sipas disa themeluesve të çësive të ndryshme në psikologji dhe në psikoterapi, për shembull një prej tyre është edhe Wilhelm Reich, pastaj është Alexander Loveni, pastaj është Stanley Kelemani, të cilët e përfshin në 5 grupe apo 5 forma të karakterit, të personalitetit. Por këto nuk kanë të bëjnë me çështjet patologjike apo disa tiparet atipike, por pikërisht për shkak të karakterëve të ndryshëm mund të ketë edhe çësjet, koncepte të cilët e ndërtojnë personat, dhe për shkak të karakterëve të ndryshëm, personat mund të kenë mosmarrëveshje dhe nuk kanë përputhshmëri njëri me tjetrin ose mund të çojnë deri tek konfliktet. Cilët janë këto 5 karakteret apo tipet e karakterit të personalitetit? Është tipi rigid, ku personat janë pak a shumë të strukturuar, e kanë një lloj paterni apo një lloj klisheje apo një lloj ngurtësie, pra thjesht janë me një çësje, me një koncept mjaft të ngurtë. Pra nuk kanë atëfar kuptueshmërinë, nuk kanë atëfar fleksibilitetin. Pastaj kemi karakterin oral, ku zakonisht përfshihen personalitetet të cilët kanë dëshirë vetëm gjithmonë me e marrë për veten e tyre, janë të etshëm apo të uritur për gjërat, për njohuri të reja. Por në të njëjtën kohë tek ta mund të dominon edhe çështja e të arriturit
për veten, pra nuk janë egoista, por thjesht mund të ketë përshtypje që tipat të tillë oral mund të jenë më tepër që dojnë veç me marrë për veten e tyre, sepse zakonisht ndihen të pangopur. Emocionalisht një. Jo vetëm emocionalisht, Okay. por në përgjithësi. Pastaj kemi tipat skizoid, pra këtu du të dallojmë, jo skizofren, që është patologji, po skizoid, që do thotë se kanë shpeshherë shkëputjet, disocime të shpeshta në jetën e tyre. Për shembull, është ajo fjala shpeshherë përdoret në popull, thonë, unë po flas për Lisa, kurse dikush tjetër s'po kupton dhe po fol për fshisa. Keni parasysh, pra janë disa shkëputjet të ndryshme të cilët nuk mund të integrohen shpeshherë në një tërësi. Por nuk kemi të bëjmë këtu, edhe një po du me nervizu, nuk kemi të bëjmë me patologjinë, po kemi si qasen njerëzit me njerëz tjerë atje. Pastaj kemi tipa të cilët janë të ashtu quajtur narcizoida. Pra thjesht janë tipa të cilët dëshirojnë me qenë në qendër dhe vlerësimin për vetveten e tyre e kanë deri në piedestal. Pra thjesht vetvetja është në qendër dhe kushtimisht me thënë janë më të mirët. Dhe nuk dojnë për mu krahasu me të tjerët, sepse vetë e kanë vetveten e tyre në qendër. Pastaj kemi tipa të cilët kanë të bëjnë me një lloj psikopatie. Okay. Por edhe këtu nuk kemi të bëjmë me çrregullimin, okay? Por janë tipa të cilët janë pak ma të rebeluar, pak ma të frustruara, pak ma të me sjellje pak ma arrogante, okay? Por çdo gjë është në kufit e së normales, por shpeshherë këta dinë me qenë pak edhe me te i kalu kufit e tyre, të cilët ma vonë janë në gjendje të kontrollojnë. Ta shikoni, këto janë tipa të cilët, karakteret të cilët mund të gjejmë në shkencën e psikologjisë, gjithsesi në shkencën e psikoterapisë. Por në jetën e përditshme, na kemi emërtimet kur njerëzit fillojnë të kuptojnë njëri tjetrin pak më ndryshe. Për shembull, na them, kemi persona të cilët janë të besueshëm. Pra, kur dikush don të beson dhe vërtet për shkak sjelljeve dhe për shkak koncepteve që i ka dhe veprimeve që i bën, thotë është shumë i besueshëm. Pastaj kemi persona të cilët karakteret të tipave të cilët nuk janë të ngopura gjithmonë. Pra thjesht në aspektin emocional këta janë labil. Pra nuk kanë atë stabilitetin e tyre emocionale, prandaj disponimi apo humori i tyre shpeshherë është variabil. Pra këta ore qas janë në gjendje që të ndryshojnë edhe humorin e tyre. Pastaj kemi persona të cilët karakterizohen me tiparët të cilët shpeshherë na ndëgjojmë që kanë të bëjnë me janë nevrik. Pra nuk kemi të bëjmë me neuroza, po kemi të bëjmë me sjelljet pak ma frustruese. Pra janë personat nevrik. Por kemi edhe tipat të cilët shpeshherë përdorim edhe ndëgjojmë në popull thonë është shumë histerik. Pra nuk kemi të bëjmë me histrionin, po kemi të bëjmë me sjelljet histerike, pra kur shpeshherë për shkak të bllokimit të disa emocioneve apo mos plotësimit të dëshirave të brendshme, personat reagojnë në mënyrë histerike. Prandaj këtu është problemi kur personat janë në gjendje të humbin kontrollën emocionale, por shpeshherë dinë edhe të humbin edhe kontrollën sociale. Dhe atëherë paraqiten edhe mos përputhjet dhe konfliktet e tyre. Profesor, e përmendet personin rigjid që thatë e ka vështirësi me dalë prej atyne kornizave të veta dhe nuk është fleksibil. Çka ka ndiku te ai shembull që, do të thonë, çfarë
faktor të jashtëm e kanë dërgu atë që me qenë person fleksibil, jo fleksibil, për shkak se këta persona, realisht nëse shikojmë në aspektin social dhe të bashkëveprimit, nuk po them që jenë problematik, por realisht për personin nëse bashkjeton me të, është një sfid në vete, për shkak se nuk është fleksibil ose fleksibile që me dalë prej aty në kornizave të veta. Edhe tash, çka duhet me bo, përderisa ai personi nuk është fajtor për këtë që është, pavarësisht që për personin tjetër mundet me shkaktu probleme. Çka ka ndikuar që ai me qenë kështu? Tash, pyetja ju po orientohet për me gjetë burimin. Po. Okej. Na e gjejmë burimin, arsyen shkakun e gjejmë. Por pastaj mbetet edhe një hap tjetër. Si të përshtatemi apo si të gjejmë përshtatshmëri me një person, për shembull, nëse bashorti ose bashortja është rigjid apo rigjide, okay, dhe ka një para vetës një bashort apo bashorte që është ma e kuptueshme, hajde të themi për shembull në terminologjinë psikologjik oral, okay, që ka nevojë veç me i marrë, okay, atëherë ajo pse një person është ma rigjid, janë unë thashë personalitetin ndërtohet prej temperamentit dhe prej karakterit. Tash, nëse në temperament që mund të jetë diku rreth 10 deri më 20%, sipas hulumtimeve të reja të neuroshkencës, dhe pjesa tjetër është më tepër prej faktorëve të jashtëm, okay? Atëherë personi me zhvillimin e vet, pra karakteri i personalitetit fillon të zhvillohet prej moshës 3 deri në moshat madhore. Okay? Por edhe tërë jetën vazhdon. Okay. Sepse bëhen sikur do mozaike të vogla dhe personi vazhdimisht tërë jetën e vet mundet me ndërtu dhe me shtu diçka në karakterin e vet. Pra, ka të bëj me sjelljet, me konceptet, me të menduarit dhe me filozofinë e jetës. Tash, çka ndikon zakonisht? Nëse e anashkalojmë këtë pjesën e temperamentit dhe një pjesë të madhe që ka të bëjë me karakterin në aspektin social, kemi të bëjmë mas pari me edukatën. Kemi të bëjmë pastaj me zhvillimin e koncepteve ndaj situatave të ndryshme. Pra, këtu kemi të bëjmë me prindrit, qysh neve në kanë eduku. Për shembulli mundet me qenë, neve në kanë mësu për shembull, prindit tanë në kanë thënë, dush ku të shkon shkollë, mëso mirë ndëgjo, okay? Dhe gjithmonë merre notat më të mira. Okay. Tash, dikush ka me luftu për me marrë gjithmonë notat më të mira. Dikush ka me qenë për shembull që gjërat e veta që i ka, nuk i jep dikujt tjetër. Nëse dikush ka me i marrë, tenton me i marrë shoku ose shoqja që është në bank bashkë me të, dhe tenton me i marrë lapsin apo diçka, gomën, diçka tjetër, dhe ky nuk i jep. A dini pse nuk i jep? Sepse familja në shtëpi është eduku në atë mënyrë që mos e merr tjetër kujt, por mos i jep as vetën. Prandaj ky ka me majt atë kornizë. Tash, që kjo korniza, a mund të ndryshon matutje, po gjithsesi që mundet me ndryshu. Okay. Pra, kur has në një shoqëri, kur të rritet, kur fillon me konceptu dhe me kuptu që po, edhe unë mundem me pas nevojë ndonjëherë për lapsin e shokut, prandej unë duna me dhanë nëse kam me pas nevojë ndonjëherë që të marri të lypi lapsin edhe prej shokut. Dhe në këtë mënyrë tash, një rigiditet që ka qenë e ndërtum, okay? Fillon tani me kohë të kuptohet dhe fillon që të jetë pak ma fleksibil. Disa dojnë me majt. Tash nëse kalojmë në çiftet, në familje për shembull, në bashortët, okay? Tash para mendoni për shembull, po i marrim njerëzit vendosin për me kriju një lidhje, hajde të themi në moshën 20, 18, 20, 25, 30 vjeç, okay? Duke marrë parasysh që kohëve të fundit në këto 20 vitet e fundit po shkon shumë ma lartë, aty njerëzit po vendosin pak ma vonë me gjetë partnerin dhe me kriju një lidhje. Atëherë
tash paramendoni deri në moshën 20, 27 vjeç, 30 vjeç, një karakter është i formuar. Dhe tash paramendoni tash kur fillon me i kriju një lidhje. Okay? Atëherë partnerët fillojnë të marrin disa vendime, thonë unë jam kështu. Unë nuk baj këto. Unë du që ti jesh kështu e kështu e. Pra, gjithmonë parashtrojnë, fillojnë të tregojnë disa korniza të tyre. Dhe shumica thonë, okay, mirë, po edhe unë jam kështu. Atëherë shtrohet pyetja për shembull, si të gjejmë një gjuhë të përbashkët, okay? Pra, kemi të bëjmë me një kompromis. Por kompromisi asnjëherë nuk mund të arrihet nëse njerëzit nuk din me konceptu se çka është për ty për shembull mu vonu, çka është për ty me qenë në kohë, çka është për ty me pas rregullsi, çka është për ty me qenë për shembull me dash diken, okay? Çka është për sinqeriteti, okay? Çka është drejtësia. Pra, shumë elementet janë vetit, të cilët njerëzit i kanë ndërtu, por pastaj kur vinë në jetën e përditshme, atëherë kanë vështirësi sepse konceptin se si ka ndërtu personi A me personin B nuk janë të njëjta, sepse edukatën që kanë marrë në familje, këtë është diçka tjetër. Tash paramendoni, na kemi ndigju shumë më herët edhe prej prindve tanë, por edhe prej baballarëve tanë, për shembull thot, kur janë martu për shembull dhe nuse e ka ardhur në shtëpinë e burrit dhe kanë thënë, moj nuse, tashma nuk jetë të shtëpia e nanës, të shtëpia e babës, këtu janë rregullat ndryshe. Tash, çka të thotë kjo? Që hajde tash në moshën 20, 25 vjeçe, duhet tash ajo në karakterin e vet që i ka fillu me ndërtu, tash duhet tash me i bo shtesë ose me ndryshu diçka, mu përshtat. A ka mundësi të përshtatet? Po ka. Prandaj këtu kemi të bëjmë me kompromisin. Po. Kjo përshtatja, profesor, a lidhet me strukturën cilën ajo e ka? Po lidhet. Okay. Prandaj jo çdo, pra me strukturën është fjala për me strukturën e karakterit. Po. Ç'është të personalitetit. Pra, po mund të ndryshon, mund të përshtatet, por a dini si, hapi i parë për mu përshtat është apo du mu përshtat. Apo du me i bë kompromis. Tash kompromisi gjithmonë është nëse unë du me bë kompromis, çka kam me fitu për këtë kompromis, çka po e marri, sepse unë po japi diçka për këtë, po investoj diçka për këtë kompromis. Por a jam tu marr çatë çka po duhen me marr, okay? Edhe në këtë mënyrë, tash nëse nuk e gjen atë se çka po bën kompromis, çka po investon për me marr, dhe nëse nuk e gjen, atë krijohet konflikti. Tash, kur dojmë na me shëru qëtë konflikt, nuk mund të shërohet, apo nuk mund të trajtohet që këtë konflikt, aty për aty, për me thënë që, okay, ti dush pa tjetër me e bo këto. Jo, për me arrit deri tek trajtimi, deri tek kompromisi, ne du të dim si është ndërtu që këtë koncept. Pra, nëse për shembull për mu nuk është e drejtë që vetëm unë me punu, okay, kurse dikush tjetër mos me punu, ose shumë pak me punu, atëherë unë duna me pa për shembull, pse unë po punoj për shembull 7 orë, 8 orë, 10 orë, 15 orë, okay? E dikush tjetër po punon veç 2 orë. Okay? Tash, na e dim për shembull, ka pas raste kur në klinika të ndryshme, por edhe në klinikën time kur vijnë për shembull çiftet edhe thotë si thotë ka qenë vajza e hasretit. Na nuk e kemi leju që vajza jonë të lodhet, ajo vetëm ka ditë me mësu, ka studiu, ka kryu fakultete, ato këto, kretë këto, edhe kur është martu, edhe burri thot, hajde diçka me i bo, për shembull për mëngjes, thot, jo, unë nuk di me bo gjella, sepse asnjëherë nuk kam bërë shtëpi gjellë. Okay? Po çka din ti? Thot vetëm muj me përzhit për shembull vezë, ose çfarë po di, diçka sallatën aty, okay. Sepse asnjëherë nuk e kam bërë aty. Dhe tash lindin konfliktet. Tash burri thot, a vetëm unë dona me bë gjella, qysh një grua je martu edhe s'po din gjellën, okay? Thot jo, sepse na si nuk më kanë mësu mu prindrit e mi. Tash shikoni, prindrit e mi nuk më kanë mësu, kjo është tash koncepti që është ndërtu tek personi, një person në karakterin e saj. Tash shtrohet pyetja, a mundet kjo? Po. Por është çështje hapi para është nëse don me investu çat ndryshim.
Qatë ndryshim. Kjo nuk ka me që vetëm ndryshim. Sepse çdo ndryshim ka të bëjë edhe me zhvillim. Pra, tash karakteri i saj nëse pranon kjo me ndryshu, pra me investu, kjo në të njëjtën kohë edhe ka zhvillu karakterin e vet. Pra thjesht prej një personi që nuk ka ditë për shembull me bë gjëna, sot arrin me bë gjënat. Dhe është edhe e lumtur, por në të njëjtën kohë edhe e ka atë lumturinë që e ka investu në familjen e vet apo në bashkësinë e vet. Dhe kjo tani përcillet po ashtu edhe me fëmijët e vet. Dhe ajo ka me pa që pas ka qenë gabim që prindrit imi nuk më kanë mësu se si me bë gjëna, prandaj tash kjo kur lind fëmia, kur rritet fëmia, ka me mësu se si duhet me i bë të fëmijën aty. Prej pasojave të veta. Absolutisht. Tash mos të quajmë pasoja, pasoja në thojza. Absolutisht, po mungesave të saj në zhvillimin e personalitetit vet. Profesori përmendet çiftet. Edhe është tepër me rëndësi për shkak se shumë konflikte në çifte lindin për shkak të këtyre dallimeve në koncepte, në mënyrën që janë ndërtuar, në mënyrën që funksionojnë, struktura e karakterit, po jo krejt njerëz e din, do të thotë se tjetri është ndryshe, ne gjithmonë presim që të marrim prej tjetrit ato që ne kemi të nevojshme, ndoshta ndonjëherë edhe pa e thënë. Edhe cila mendoni që janë strukturat e karakterit më të përshtatshme që të jenë një çift bashkë? A duhen me qenë struktura karakterit të njëjta, për shembull nëse janë rigjid, të dët, oral ose të dët, apo duhet të jenë kombinim? Shikoni, nuk ka ndonjë formulë që mund të themi që nëse janë çiftet të njëjtit karakter, strukturë të karakterit, mund të funksionojnë mirë, apo nëse janë të ndryshëm. Disa hulumtime kanë treguar që nëse janë të ndryshëm karakteret, shumë mirë mund të funksionojnë. Por funksionimi i tyre gjithmonë ka me qenë një pjesë pak ma dominant. Ose unë shpesher këtë e quj kështu me një terminologji pak ma ndryshe. Kështu me çifte kur punoj thom në jetën bashkëtorë gjithmonë dikush ka me qenë mësues, dikush ka me qenë nxënës. Tash, kush ka me qenë mësues, kush ka me qenë nxënës, këtë varet prej takimit të parë, kur njerëzit fillojnë të njoftohen dhe kur fillojnë të kuptojnë karakteret e një tjetrit. Asgjë nuk është e keqe nëse dikush ka me qenë mësues e dikush ka me qenë nxënës. Por çdo dy role mund të ndryshojnë her pas here. Pra, unë mundem me qenë nxënës për shembull në kuzhinë, në gatim, sepse gruaja, bashortja mundet me ditë më mirë se sa unë gatimin. Por ndoshta unë ka me qenë mësues për gruan, për shembull në profesionin tim. Ajo mundet me qenë për shembull mësuese në menaxhimin e financave, për shembull. Sepse ajo për shembull mundet me pas profesionin e ekonomistit. Prandaj këto rolet mund të ndryshojnë në jetën e përditshme. Por qëllimi këtu është mos me marr këtë epitet gjithmonë edhe me thënë që unë jam mësuesi yt ose ti je nxënësi jam. Në mënyrë që atëherë kemi të bëjmë me atë farë rigiditetin dhe kemi të bëjmë me një karakter tjetër që ka të bëjë që harrova me përmend më herët, kemi të bëjmë me një karakter mazohist. Çka do thotë që mazohistat dojnë me pranu që shtojnë të tjerët. Ani s'ka gale unë e baj. Ani prandaj këtu kemi të bëjmë tash nëse në momentet e para vrehen këto dallimet, atë gjithmonë njeriu tash nuk po du me potencu bashortja apo bashortja, por njeriu gjithmonë
tenton të gjenë diçka çka është që mundet me dominu ose me udhëheq. Dhe pastaj në mënyrë automatike mirret çaj pozicion, çaj rol, okay? Dhe jeta ashtu kalon aty. Okay. Tash, një formul që mund të jetë mjaft e suksesshme, po them mjaft, s'po them gjithmonë e suksesshme, por mjaft e suksesshme, është që nëse për shembull ajo faza e parë e njoftimit, okay? Janë unë dhe ti. Pra, dy persona janë, unë dhe ti, okay? Pastaj vjen ato fazat e bashkëjetesës apo hajde të themi të fejesës, pastaj të martesës, kur fillojnë të bashkëjetojnë apo të krijojnë bashkësi, atëherë unë dhe ti duhet me qenë në këtë formulë. Unë plus ti barazi ne. Pra, çka do thot kjo në këtë formulë? Kjo do thot, nuk ka ma unë po du, nuk ka ma ti po don, po ka çka po dojmë. Okay. Tash, kompromis. Unë prapë du me dha një shembull. Kompromisi mundet me qenë. Sepse shpesher bëjmë pyetje, thonë, po që unë po kam qef si vjetë me shku në deti. Po për shembull thot, gruaja jeme po ka qef, s'po do në deti, po do me shku për shembull në mal. Dhe tash unë diskutoj dhe në thom, qësh, verës me shku në mala? Kur thirësha unë e ty hajde në ski në dimnit, ti nuk vishe. Tash është vera, këtë njerëzit, këtë buta po shkojnë në për detna, ti po lypish me shku në mal. Tash ku me gjithë qëtu kompromisin? Okay. Për me gjithë mas pari kompromisin, pra atëvar me harmonizu, me balancu, do thot, çka është arsye që ti po don në mal dhe çka është arsye që ti po don në deti. Okay. Dhe nëse jipet kuptimi për këto, atër kompromisi është shumë ma lehtë. Pra, kompromisi mundet me qenë. Këtë varet edhe prej faktorëve tjerë. A kanë mundësi për shembull, nëse pushimin e kanë, pa i marrim shembull 20 ditë. Okay? Kompromisi mund të diskutohet, pra, atë që thash në atë formulën unë dhe ti barazi ne. Atëherë, a të bëjmë kështu për shembull, them, 10 ditë po shkojmë në mal, 10 ditë në deti. Pra, në mënyrë që edhe ti të përfiton prej malit, por edhe ti të përfiton në deti. Dhe në këtë mënyrë që kjo është ajo kompromisi nëse dëshirojmë na me bë. Po këtë është kjo nëse ne dojmë për me bo çfarë kompromisi. Profesor, po vazhdojmë një blok marketingu edhe kthehem dhe vazhdojmë temën. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB. Vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend.
Profesor, kjo pjesa e qifteve edhe e karaktereve mendoj që është tepër me rëndësi për shkak se kjo fakti që a dojmë ndryshu e potencu disa herë, mvaret po besoj shumë edhe prej strukturës karakterit që njeri e ka, për shkak se për shembull nëse ju qysh i sqarut, orale dhe mazohisti bjen që ata gjithmonë duhet me ndryshu se po kërkohet. Ja. Ata ndryshojnë. Po. Ndërsa për dallim prej tjerëve që nuk dojnë ose ju merr kohë me analizu derisa sa vendosin me ndryshu, edhe mandej plus sa ju merr kohë procesi ndryshimit. A kanë çto dy strukturat ma të qeta? Domethënë ma të qeta në kuptimin po mendoj nuk është që tjertë nuk janë të qetë, po ma të ambientushëm, që shu i sqarut, orale dhe mazohist. A kanë ata moment kur thojnë boll se, domethënë, nëse është personi skizoid ose nëse është personi rigid, domethënë i ka lodh për me atë kufizimet e veta ose me pa ofrimin, për shkak se jam unë edhe tjertë s'ka shumë rëndësi. A lodhen dikur? Edhe kur lodhen? E keni fjalën për mazohist dhe oral. E keni fjalën për limitet. A kanë këta kufi, a kanë këta limit, a mushet kupa e tyne? Doniherë, okay. Normal që mushet. Okay. Por, a dini si, këta tipat janë pak ma të ndëgjushëm, thojza, pak ma të kuptushëm, sërish prap në thojza, dhe janë pak ma të nevojtar. Në esencë të këta, qëndron veten e ndin të pa mbushur, të pa plotësuar. Prandaj, pse këta kupa e tyne nuk mushet qatë shpejt dhe nuk reagojnë qatë shpejt, për shkak se hapësira e tyre është pak ma e madhe. Kurse tek rigjidet për shembull, ose tek psikopatat, janë mjaft strukturuara, janë mjaft kufizuara. Prandaj për shembull, nëse shikojmë edhe në aspektin trupor, somatik, rigjidet e kanë formën të atletit. Kështu atlet që janë, fizikisht. Kurse oralet dhe mazohistët duken pak ma të plota. Pra, mos të keq kuptohet me thënë që janë pak me obezitet, apo janë pak ma... Jo, tash me buvlerësimet njerëzve. Por thjesht për shembull janë pak ma të gjën janë, ose ma të plota janë në strukturën somatike. Por edhe këta kanë atë limitin, e kanë kufit e tyne. Tash, kufit e tyne shpesher përcaktohen nga aspekti i koncepteve në çka dojnë. Prandaj, nëse partneri tyre, nëse është rigjid, ka me kërku për shembull gjërat të cilat oralet apo mazohistët nuk janë në gjendje me kuptu, atëherë shkakton konflikt. Dhe këta nuk mund të ma durojnë dhe kërkojnë që të shkëputet. Por problemi qëndron gjithmonë që kanë frikë se ku do të shkojnë. Oralet dhe mazohistët kanë frikë. Kanë frikë. Sepse frika e tyre qëndron në atë që nëse unë deri një kohë jam plotësu, e tani ma nuk po plotësohem, atëherë kanë frikën që nëse shkëputen pe personit, atëherë frika është që çfarë person tjetër kanë me gjetë. Ose frika e tyre ka me qenë edhe ma e madhe që kanë me generalizu. Dhe tek vetja kanë me projektu ndjenjen e fajsis. Ndjenja e fajsis si unë jam fajtor që nuk po munde me e gjetë atëfar harmonin, atëfar balancin. Prandaj, edhe të këta,
e kanë atë kufinë e tyre. E tash, si mund të punohet që mos të mushet kupa e tyne që mos të vjen. Pra, thjesht elementi i parë në çdo çift duhet të jetë komunikimi i ndërsjellët. Për me pas një komunikim të mirëfillt dhe të shëndetshëm, së pari duhet mas pari personi të jetë mas pari ndëgjues i mirë. E jo komunikues i mirë, por mas pari ndëgjues i mirë. Sepse një person nuk mundet me qenë komunikues i mirë nëse nuk është ndëgjues i mirë. Prandaj, për shembull, nëse krahasojmë rigjidët, këta shumë mirë komunikojnë, po nuk janë ndëgjues të mirë. Pse? Sepse dojnë me dominu. Dojnë me i thanë fjalën e tyre. Sepse e kanë të kornizuara. Edhe filozofin, konceptet e veta, filozofin e jetës, e kanë të kornizuara. Thonë, që kjo është aty? Qështu unë them edhe qështu unë e du edhe kaq. Okay. Pra, nuk kanë atë pragun e tyre të tolerancës gjithsesi të mirëkuptimit. Dhe e keqja më e madhe është që këto dojnë me imponu edhe partnerëve të tyre që tu mendu se kjo është ajo çka është më e mira. Okay? Sepse unë di, unë vendosi, unë marri vendime. Shumë tipik edhe shumë të perfekt për një mazohist ose një oral. Zaten rigjidët kanë dëshirë me e gjetë partnerët të tillë. Ati, në një mënyrë, këta janë në gjendje edhe me nuhat. Kush mundet ati? Prandaj unë thash në fillim, shumë është me rëndësi me e ditë në takimet e para kur njoftohem. Shikoni, një karakter rigjid mund të kuptohet nëse që nga ditët e para të njoftimit, kur të fillon me caktu disa kufi, për shembull thot, unë kam qef qështu, unë e kështu dëshiroj, zban ti koke kështu, por unë kam dëshirë që ti me qenë kështu, e kështu. Pra, paraqet që nga fillimi, disa regula që kanë të bëjnë me kornizat e ti, prandaj nëse dikush për shembull oral ose mazohisti fillon të pranon këto ande, tu mendu që hajtë se kam e ndryshu me kohë, ose unë ja ndryshoj, kam e qenë vështirë. Prandaj, ma vonë, konfliktet janë evidente, pa dyshim. Profesor, e potencu disa herë këtë zbrastin e personave që janë me strukturë të karakterit oral, edhe mazohist pa përmbushjen. Çka i ka bu këta, mos me qenë të përmbushun? A dini si, jo vetëm oralet apo mazohistët, po të gjitha që të 5 struktura që përmendëm, pra rigjidët, mazohistët, skizoidët, oralet, psikopatët, që përmendëm këto 5, këto kanë të bajnë në fëmirin e hershme, me njerë pas lindjes. Diçka në këto karaktere i ka mungu, zakonisht, ka mungu kujdesi dhe dashuria. Kujdesi dhe dashuria. Pra, për shembull, tek rigjidët i ka mungu dashuria e prindrit, qoftë e nanës apo të dy prindve. Zakonisht, rigjidët, hulumtime kanë tregu që personat rigjid janë personat të cilët ose kanë pas konflikte në familjet e tyre, ose prindrit, njeri prej prindve ka qenë dominant, autoritar, ose ka pas dhunë në familje, ose kanë qenë fëmijë të braktisura. Prandaj i ka mungu të këta një dashuri prindrore. Kurse nëse marrim parasysh tek oralet dhe tek mazohistët, te ata përveç dashurisë që ka mungu edhe kujdesi për ushqim. Ose i kanë, për shembull, ndonjëherë ne dim prej rasteve kur
nana që e lind për arsye të ndryshme shëndetësore apo faktorëve tjerë nuk ka gji. Pra ushqimi nuk është ofru atë sa duhet fëmijët. Prandaj oralet gjithmonë tentojmë për shembull sa më shumë me marr. Prandaj goja e tyne është gjithmonë aktive. Dëshirojnë shumë me marr. A përfshihet kjo kafshimi i thojve? Kafshimi i thojve është diçka tjetër, ka të bëjë me një problem tjetër aty, që ka të bëjë me mungesën emocionale. Kafshimi i thojve, pastaj lutja me fëmijët për shembull që me flokë aty, ose kërkojmë për shembull me shku në gjumë që bashkë me nanën dhe të shtinë gjumë nana fëmijën e vetë, ka dëshirë me lutë me flokët e nanës. Ose me një pjesë të nanës, ose e kap dorën aty. Kjo tregon që kujdesi, fëmija ka përjetu ndonjë stres, ose ndonjë mungesë ndonjëherë, dhe tash për me siguru për atë, për me me plotësu që atë, kërkon për shembull që me qenë i sigurt që nanën e ka afër. Po ashtu edhe mazohistët. Janë që pas moshës 3 vjeçare, tek mazohistët, është shumë interesant që mazohistëve kanë dhënë disa detyrime, disa obligime, hajde bane këto, edhe çoje këto, bane ndihmu për shembull nëse ndodh që ka lind dhe mas moshës 3 vjeçare një vlla ose motër, dhe i kanë kërku për shembull prindërit, kanë thënë që jo, ti duhesh tash më kujdes për vllahun tënd, ai është bebe, ai është vogël, pra thjesht gjithmonë me e dhënë diçka, me e shtu, dhe e kanë ndërtuar në këtë mënyrë që hajde se unë kujdesna për këto atë. Dhe gjithmonë ka marrë atëfar kujdesin, ka marrë ma shumë ngarkesë se sa që ka mujtë me duru. Dhe në këtë mënyrë, ky ose ajo ka fillu të ndërton atë karakterin e vetë ma vonë. Po. Profesor, e përmenda në fillim, na kemi raste për shembull, mu ndodh edhe gjatë podcastit, po edhe në jetën e përditshme secilit na ndodh. Takohemi me disa njerëz për herë të parë, edhe ndjehemi shumë rahat edhe komod me ta. Ka njerëz me cilët na lidh puna diçka, kemi nevojë me pas raporte ose diskutime ose biseda, po nuk i ndjejmë dhe nuk na pëlqen, po e bojmë veç për mi kryq ato objektiva që i kemi të përbashkëta. Çka ndikon në çto? Do më thonë, në qëtë energjin që pëndjim pa e njoftë personin edhe në këtë kundërtën. A dini si energjia si energji ndihet. Shpesher na ndëgjojmë në jetën e përditshme thënë shumë njeri toksik. Sikur të nejtë me këtë person, thot po më reflekton një energji shumë negative. Pra, energjia në këtë aurën tonë bartet, dhe na i ndim këtë energji. Por është çështja për shembull që ka të bëjë me karakterin e personit aty. Pra, është shumë e rëndësi takimi i parë, kur rastiset, kur haset me dikën. Ka njerëz për shembull që janë karakterit që janë shumë të tërhequr, introvertat që janë. Kurse tipat të cilët janë pak ma ekstrovert, pak ma shoqërueshëm, këta dojnë që të paraqesin veten në atë pjesë të shoqërisë. Kurse introvertet mund të jenë në shoqëri, por janë të tërhequr në vete. Pra, dikush në shoqëri, akoma pa u njoftu me një grup njerëzish, fillon të flet, ose të paraqet veten. Edhe thot unë jam filani, unë bëj kështu, kurse dikush që është ma introvert, ndëgjon, edhe vetëm ose e pohon, ose është neutral. Nuk don të kyçet aty. Vetëm pritet për shkakun që dikush me e vet, çka mendon ti? Edhe shumë shpeshherë ndëgjojmë shumë përgjigje të shkurta. Nuk e di, po pajtom me juve. Shkurt. Pra, kjo vret që janë
pak ma të tërhekun. Ose shpesher që kjo introverzioni apo personat introvert shpesher mund të keq interpretohet, thot janë shumë të matur. Okay. Ose thojnë nuk don të flet me çdo ken. Okay? Shikoni, tipat narcizoid kanë elementet të karakterit introvert. Janë të fokusuara me veten e tyre. Ose janë të fokusuara në një mjedis ku këta dojnë të jenë dominant. Prandaj jo me një shoqëri pak më të gjerë, sepse nëse këta energjia e tyre shumë lehtë mund të ndihet që kur nuk e kanë vetbesimin në veten e tyre, kur nuk kanë sigurinë në veten e tyre, gjithmonë qëndrojnë anash. Pra nuk janë aktiv. Por nëse në një shoqëri shumë të ngushtë që nifen dhe gjithmonë ka qenë dominant, atëherë duket për shembull shumë fol ose shumë diskuton. Por kur e merr çat person për shembull e nxjerr prej çatij rrethit, ai quhet zona konform. Pra ku është në çat zonë me 2 veta, 3 veta, 4 veta, 5 veta, është dominant. Por nëse e nxjerr prej çasaj zone komfort zone dhe e sedh në një mjedis tjetër, në një grup tjetër aty, nalet, stepet. Okay. Dhe kjo tregon që sa është struktura e tij, karakterit introvert. Prandaj kemi kësi lloj raste të cilat njerëzit dinë me nuhat atë energjinë e tyre. Dhe shpeshherë, për shembull, nëse ne e nuhatim këtë energji, okay, dhe zakonisht personat tërhiqen. Okay. Por esenca është mas pari me kuptu çka është. Sepse personat ekstrovert që janë të shoqërueshëm, fort nuk e ndin atëvar energjinë negative të një grupit. Edhe nëse e ndin atë energjinë negative, këta mundohen që qatë energjinë negative të kanalizojnë dhe të transformojnë në energji pozitive. E arsytojnë në një formë, gjenë? Jo, nuk e arsytojnë. Okay. Jo, nuk e arsytojnë. Këta mundohen të transformojnë këtë energjinë negative në një energji pozitive. Dhe zakonisht, nuk është arsyetim për thot për shembull, ani çka, ne thot marrë çashtu aty, unë kam mendimin tim, dhe kështu që tash ajo energjia negative që dikush flet don me qenë dominant dhe i pengon një personi thot, po veç edhe unë kam fjalët e mia. Dhe çka ndodh për shembull, dy persona fillojnë të argumentojnë ose fillojnë të dialogojnë ose fillojnë të kenë një farë debati. Edhe thot, edhe une, ani që ka qenë person shumë me energji negative, por edhe une nuk i lash, edhe une i thash ati. Tash, që energjia negative ma nuk e merë mbranda në vetën e vetë. Të disa persona, për shembull, shumë lehtë mund të thithet që energji negative dhe mundet me zgjat një kohë gjatë. Pse? Sepse pastaj fillojnë të analizojnë shumë dhe të kenë mendime obsesive, pse mana qështu, që e bona gabim, pse shkova, nuk është dash me shku, dhe një kohë e man duke e analizuar. Po. Profesor, tim shumë e mirë, e këndshme, e rëndësishme njëkohësisht, edhe e di që me këtë temë, dhe më thonë, kemi ngritë shumë mendime dhe pikpyetje nashta tek njerëzit cilët po na shikojnë për shkak se secili tenton me e gjetë veten aty ku është, tenton me i gjetë anëtarët e familjes, tenton me e gjetë shoqërinë, po prap nashta më e mira për ne si njerëz, pavarësisht ku gjejmë veten, është me tentu me qenë të mirë për veten edhe të mirë për tjerët. Pa arrit në etiketime të vetes që unë jem tash kështu dhe nuk ndryshoj ose me ndryshu tjetrin, ose po me tentu me majt një farë balanci, po konsideroj, në basë kësaj që na e falem. Unë, profesor, ju falenderoj shumë për prezencen, edhe shpresoj shumë që kemi mju pas prap ndonjëherë tjetër, se e di që kemi shumë tema të rëndësishme me diskutu. Faleminderit për ftesën, po besoj që po më duket se pas ka kalu gati një orë, po afrohet,
Edhe po besoj që kanë qenë këto dhanat të cilat unë kemi folë, kemi diskutu, janë të dobishme për shikuesit e juj, për ndëgjuesit e juj, dhe po shpresoj edhe une që herëve tjera do të kemi më shumë kohë dhe të diskutojmë për temat të ndryshme që po janë aktuale në këtë kohën dhe në shoqërinë tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Miropafshim në episodin e radhës.